me Nora Mavriqin, çdo të marrë dhe të premtë, ora 22. Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sot në pikë në terminin tonë të rregullt, ku sonte do të fokusohemi në dy pjesë. Në pjesën e parë, normalisht do të jemi në zgjedhjet lokale, megjithëse tashmë dhe fushata është hapur zyrtarisht, dhe sot do të fokusohemi tek komuna e Rahovecit. Kurse në pjesën e dytë do të jemi me panel për diskutuar për aktualitetin politik në vend dhe zhvillimet që po ndodhin në Hag. Sot do të flasim me kryetarin e komunës Rahovecit, Smail Latifin. Kryetar, faleminderit shumë që je sonte me neve. Nderpaqe, faleminderit për mundësinë që më keni. Kryetar, pyetja direkte është pse duhet qytetari i Rahovecit më u votu prap si kryetari i komunës? Po janë disa arsye, po ne vazhdimisht kemi punuar, kemi qenë në shërbim të qytetarëve parashtur. Nuk ju kemi ndarë asnjëherë punës, puna nuk është ndalë asnjëherë, pavarësisht vështirësive, ne kemi shënuar arritje të dukshme, të cilat vlerësohen nga qytetarët, dhe gjithë këto arritje janë bazë shëndosh që të kërkojmë besim fuqishëm për një mandat të ri 4 vjeçar. Shpejt fushata këtu në ditë e para? Shumë mirë, ne edhe ashtu kontaktet, komunikimin, bashkëpunimin me njerëzit, me qytetarët në qytet dhe në fshatra nuk e kemi ndërprerë asnjëherë, edhe tash po i takojmë përsëri, po diskutojmë dhe po marrim inputet e nevojshme në mënyrë që të kemi saktësi më të madhe në synime, në qëllime, në zotime, në prioritete, për që do të na shërbejnë me operacionalizu në mandatin e ri 4 vjeçar. Në këtë pjesën e fushatës ne ndëgjojmë që jo vetëm në zgjedhjet lokale, po dhe në zgjedhjet e përgjithshme që do të bëhet shumë mirë, do të plotësohen gjitha kërkesat e qytetarëve në përgjithësi. Por tashmë aktualisht në Rahovec, çka është prioritet për qytetarët në mandatin që ju poziciononi kryetar dhe çka ka mbetë në mandatin e kaluar që do të bartni në mandatin e ardhshëm nëse zgjidheni përsëri? Po, kërkesat e qytetarëve në vazhdimsi janë vinë edhe adresohen në komunën e Rahovecit, edhe ne një pjesë të madhe të atyre që janë kërkesa, nevoja themelore, të përshkruara edhe në programin qeverisës 4 vjeçar që po përfundon tash, ne kemi shënuar sukses dhe arritje të jashtëzakonshme, që se marrim për bazë matjet që i ka bërë Instituti Kredibil GAP, për sa i takon përmbushjes së premtimeve. Një lajm i mirë është sepse komuna e Rahovecit nga 84 premtime qëndron mosmiri në Kosovë, e para në Kosovë është për nga përmbushja premtimeve parazgjedhore, pra në këtë mandat ku jemi e që jemi duke shkuar drejt fundit. Pra, nga 84 premtime, 66 prej tyre janë të përmbushura plotësisht. 7 janë të gjysmë të përmbushura dhe janë duke shkuar drejt përfundimit. 9 janë të filluara, që natyrisht janë proces të përmbushjes, dhe 2 ende janë të pafilluara. Kjo do thotë që ne edhe programin politik, programin qeverisës, me qenë se u dedikojmë qytetarëve gjithë angazhimin, punën tonë, gjithë kontributet tona, shërbimin tonë, ne dëshirojmë ta kemi një program ambicioz, po të mbështetur në realitetin konkret, në rrethonat konkrete, në mundësitë buxhetore, dhe të them të drejtën është që disa herë ne dalim edhe në mandatin e kaluar, kemi dalë nga Instituti GAP, fjala institut që e mbikëqyr sistematikisht përmbushjen e premtimeve zgjedhore, na kemi dalë të parë, edhe kësaj radhe dolëm të parë. Cilat janë punë që janë duke u kryer, e cilat janë prioritetet që janë pra që janë zbatim, po punojmë në infrastrukturën rrugore, edhe janë duke u kryer disa punë jashtëzakonisht të rëndësishme për sa i takon përmirësimit, modernizimit të rrugëve në qytet, po edhe në fshatra. Po ashtu jemi duke punuar në trajtimin e ujrave atmosferik, në trajtimin e ujrave të zeza, kanalizimin e ujrave të zeza, dhe jemi duke i ndërtuar mbi fjala edhe gropat septike, të cilat janë një projekt i fituar me
nga fondet e IPAS, pra Komisionit Evropian, në bashkëpunim me komunën e Haraçinës së Maqedonisë së Veriut. Pra, bashkëpunimi ndërkufitar cross-border na ka mundësu që ne 6 gropa septike të ndërtojmë në bazë të asaj kontrate që e kemi nënshkruar bashkë me kryetarin e Haraçinës. Çka janë këto gropat septike? Këto e përmirësojnë dukshëm gjendjen e mjedisit, sepse derdhja e ujrave të zeza, aty ku bëhet derdhja, kur e kemi të inkorporuar gropën septike, 70% e ujrave të zeza pastrohen përmes çtyre gropave septike që janë me standarde bashkëkohore, pra me standarde të larta. Ne do të vazhdojmë, je fjala, në ndërtimin edhe 6 gropave septike që e kemi kontratë, tash Komuna Ravez e ka kontratë me një operator ekonomik, sikurse do të vazhdojmë edhe në mandatin e ri të qeverisjes ndërtimin e gropave septike, pothuajse në të gjitha lokalitetet të vogla, të mesme dhe më të mëdha, në mënyrë që të sigurohemi që mjedisi po mbrohet dhe ujrat nuk janë të ndotura, ose 70% të ujrave që në këtë rast drini i bardh, domethënë është i pastruar përmes ndërhyrjes, përmes angazhimit, përmes ndërtimit të gropave septike. Tash, ne do të vazhdojmë, jemi duke vazhduar me ndërtimin e qendrës për arte, kulturë dhe inovacion, një projekt i madh në bashkëfinancim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, një projekt shumë funksional, ku do të jetë aty galeria arteve, salla koncerteve, qendra për inovacion, pastaj do të ketë edhe shumë llojshmëri të aktiviteteve, sepse edhe qendra thirret qendër multifunksionale që është edhe për rini, edhe për kulturë, edhe për art, po edhe për plot aktivitete tjera që një objekt i madh që po ndërtohet, është në ndërtim e sipër, është duke shkuar drejt përfundimit, është me parkingje nëntoksore, me hapësira të gjelbëruara, edhe një projekt i kushtueshëm. Gjithsesi, jemi duke punuar shumë që ta përfundojmë sa më shpejt që është e mundur sheshin qendror të qytetit, i cili është projekti më i madh në historinë e urbanizmit në Rahovec, një projekt i cili ju ka nënshtruar konkursit ndërkombëtar për projektim dhe nga 84 studiot e arkitekturës nga 5 kontinentet të botës ka fituar sipas jurisë, është vlerësuar projekti më i mirë, ai që po ndodh, projekti nga studio e arkitekturës, pra nga një ekip holandez, edhe ai projekt tash është në zbatim e sipër, kontrata është aktive dhe ne po shohim çdo ditë, dhe qytetarët po e shohin çdo ditë që përfundimi i këtij projekt do t'ja ndryshoj pamjen e qytetit, do të jep mundësi, është një hapësirë 4 hektare gjysmë që do të jetë me objekte përcjellëse, me elemente, me standarde, me gjelbrim, dhe me gjitha elementet të cilat e bojnë qytetin e Rahovezit krejtësisht më ndryshën nga pikpamja e avancimit në pikpamja urbane. Kur pritet të përfundoj projekti? Tash, ne janë duke vazhduar punimet, ne kemi pas vështirësi, sepse ky projekt, mbi fjala njëherë, është prit që të financohet, në fakt ka qenë edhe një memorandum i mirëkuptimit nga Qeveria e Republikës Kosovës, është heq, ata e kanë në mënyrë të njanshme, e kanë shkëputur memorandumin. Pra komunikimi dhe bashkëpunimi s'ka qenë në nivelin e duhur. duhur. E kanë hequr nga kodi dhe ne nuk ju kemi nda kësaj pune dhe me mjetet financiare pra të komunës së Rahovecit, taksa paguesve, ne po vazhdojmë ndërtimin e këtij sheshi. Kemi pasur disa probleme me pronat, të cilat kanë qenë nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare për Privatizim, e të gjitha i kemi trajtuar, janë vonuar. Bukur shumë këtu çështja e kthimit të pronave nga menaxhimi i AKP-s në pronat komunës, na ka marrë kohë, po sidoqoftë tash traseja është e hapur dhe punimet po vazhdojnë së shpejti. Besoj që në vitin e ardhshëm i tërit do të përfundoj, sepse është projekt i madh, është projekt i kushtueshëm, është projekt që ka finesa shumë, ka elemente shumë dhe besoj që realizimi i këtij projekti është një nga prendimet më serioze, më konkrete edhe më të cilat edhe i kanë vlerësuar dhe qytetarët, i cili po shkon është në drejtim pakthim, pra po shkon drejt përfundimit. Natyrisht ne po punojmë, do të punojmë edhe pas 12 tetorit, do të vazhdojnë punimet, dhe ndoshta deri ka gjysma vitit ardhshëm do të kemi një epilog pozitiv, pra do të
do të kryhen punimet dhe do të funksionalizojmë. Pjesë të caktuara të sheshit, si parkingu mbi toksor, 2 parkingje, pastaj edhe parkingu nën toksor, ato janë veç në gati, 2 parkingje mbi toksore janë lëshuar në funksion, ndërsa ky parkingu nën toksor që është me kushte bashkohore, me standardet larta, është gati edhe vetëm është çështje ditësh që me formalizu ose me shtin përdorim, megjithëse s'po ka edhe nevojë sepse tash këto 2 parkingje që janë mbi tokë, aty janë parkingje falas edhe po i përdorin qytetarët, po i parkojnë automjetet të tyre, janë me standarde, me ndryshim, me gjithë. Po, kryetare, me qenë se u përmend pak edhe pushteti qendror, ne e dim si sfidë kryesore të cilat i kanë pas komunat, ka qenë edhe kontratat kolektive. Besoj që edhe ju jeni prekur nga kjo sfidë, por në përgjithësi në këto 4 vite çu ka qenë komunikimi dhe bashkëpunimi në ato vende ku është dashur me pas mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Po nuk mund ta themi që kemi pas një bashkëpunim të mirëfillt institucional, mund ta themi që mjedisi nuk ka qenë shumë miqësor, dhe mund të themi po ashtu që kontrata kolektive ka penalizu jashtëzakonisht shumë edhe komunën e Rahovecit, sikurse edhe komunat tjera të Republikës Kosovës, duke qenë një komunë relativisht e vogël, ne deri me tani diku 4.780.000 euro kemi paguar për përmbushjen e obligimeve të cilat burojnë nga kontrata kolektive, kontratë të cilën nuk e kanë nënshkruar as kryetari i Rahovecit dhe as një kryetar i asnjë komunë të Republikës Kosovës, po e kanë nënshkruar përfaqësues nga qeveria e Kosovës me sindikatën. Të them të drejtën, ne vetëm si vjet, diku 2.478.000 euro na janë marrë nga thesari përmes procedurave përmbarimore mjete nga buxheti i komunës së Rahovecit. Çu keni dalë me këtë pjesë? Është tepër e vështirë, po ne punën nuk e kemi ndalur, puna vazhdon, ne nuk e kemi ndërmend tash as të ankohemi, as të vajtojmë, po të punojmë edhe puna nuk ndalet. Ne edhe 1.010.000 euro, 15.000 euro kemi që të përmbushet në tërësi kontrata kolektive dhe le të shpresojmë që nuk na merren tash në këtë vit edhe kjo pjesë e mbetur, megjithëse nuk jemi të sigurt se a ka edhe diçka tjetër nga gjykatat, nga përmbaruesit për t'i dërguar lëndët përmbarimore për ekzekutim në thesarin e shtetit. Ne e kemi trajtuar me shumë respekt edhe kemi kërku ndihmën e qeverisë Republikës Kosovës për të ndërmarrë masa dhe veprime konkrete që ata t'i marrin tërësisht përgjegjësitë, ta marrin barrën e shpagimit të punonjësve të arsimit, punonjësve shëndetësor për sa i takon përmbushjes kontratës kolektive. Nuk kanë dëgjuar, nuk e kanë dëgjuar as komunën e Rahovecit, as komunat tjera të Republikës Kosovës, as asociacionin e komunave, pra ne paguajmë për kontratën kolektive edhe pse nuk jemi në nënshkrues kontratës kolektive. Kjo, po e sqaroj, po unë jam për përmbushjen e kontratës kolektive, po jo barra ose pasojat financiare të mbetet komunave. Sepse edhe i penalizon komunat shumë, i penalizon në disa dimensione, e prish strukturën e buxhetit, vështirëson ecurinë e punimeve, ngadalson pra punimet në terren, krijon situata të vështira edhe në dinamikat, në planet dinamike të zbatimit të kontratave, pra shkakton vonesa në realizimin e projekteve, sikurse ju jep mundësi edhe operatorëve ekonomik që kanë kontrata me komunën, që ta penalizojnë përsëri komunën në moment kur ti nuk i ki mundësi mi pagu faturat brenda afatit ligjor. Pra, në cilin do aspekt që ta trajtojmë, që ta analizojmë, përfundimi është negativ për komunat, e sidomos është e papranueshme nëse komunat
nuk kanë firmosur kontratë kolektive dhe në qoftë se shteti, ne vlerësojmë që shteti, Ministria Financave ka mundësi me mbulu, me siguru fondin me mbulu këtë kontratë kolektive për gjitha komunat. Çudia më e madhe është që nuk e di pse nuk e merr përgjegjësinë. Tash ne i kemi diskutuar edhe brenda asociacionit, edhe me qeverinë, edhe me Ministrinë e Financave, edhe sidomos me Ministrinë e Financave, çështjet që kanë bënë me kontratën kolektive dhe ne mbi këtë bazë, kur e kemi pa që s'ka përgjigje pozitive, nuk ka përgjigje të qartë, nuk ka përgjigje konkrete, dhe vazhdimisht komunat po penalizohen, jemi në mesin e 26 komunave që ju kemi drejtu gjykatës kushtetuese. Ju keni drejtu? Ju kemi drejtu. Që sa ko? Po, ka ma shumë se 2 vjetë kjo punë. Edhe nuk keni marrë Gjykata përgjigje? kushtetuese ka thënë nuk jemi institucion kompetent për ta shqyrtuar këtë temë dhe ne ju kemi drejtu pastaj gjykatës themelore në Prishtinë, po ashtu edhe gjykata themelore në Prishtinë ka thënë që nuk jemi kompetent. Kush është kompetent për këtë pjesë? Tash lënda është në gjykatën komerciale të Kosovës, që është në Prishtinë, dhe përgjigja ende mungon. Unë besoj që komunat do të fitojnë këtë betejë, po deri sot fitohet kjo betejë, ato po penalizohen çdo ditë nga Qeveria e Republikës Kosovës nëpërmjet thesarit, i cili ekzekuton në mënyrë të dhunshme, përmes domethënë sepse ka lëndë përmbarimor aty dhe i ekzekuton aty, po na i merr parat në gjitha kategoritë ekonomike, po na i merr parat në investime kapitale, që janë tepër të rëndësishme për komunitetin, po na i merr parat në malla dhe shërbime që janë tepër të rëndësishme për me funksionu, institucionet publike, shkollat, qendra kryesore mjekësisë familjar, rrjeti i QMF-ve, i AMF-ve, sepse ato janë malla dhe shërbimet janë të domosdoshme, për fjala për ngrohje qendrore në për shkolla, për fjala për furnizime, çdo lloj furnizimi bëhet me malla dhe shërbime, dhe kur ti merr ti mjetët ti ta vështirëson, pra ta zvoglon mundësinë, po thjesht edhe ta pamundson ndoshta shfrytëzimin e mundësive dhe kryerjen e detyrave me përgjegjësi ndaj nxënësve, mësimdhënësve, shkollave, objekteve publike, qerdheve e tjera. Ne po ashtu shpresojmë që do ta fitojmë këtë betejë ligjore dhe kam të drejtë me mendu, edhe po ju them qytetarëve tanë dhe qytetarëve të Kosovës që gjykata komerciale ndoshta vonesa e përgjigjes bazohet edhe në atë që ne do ta fitojmë betejën, edhe pastaj shteti është i obliguar të rimbursoj komunat e Kosovës për gjithë këtë periudhë. Për gjithë këtë periudhë, sepse 4.780.000 euro deri me tani të marra nga komunat, janë para për komunat. Po, unë po kërkoj edhe një herë, po e shfrytëzoj edhe këtë studio, pra, që t'i kërkojmë Ministrisë Financave dhe Qeverisë Kosovës, pavarësisht që ne e dim tash në çfarë faze jemi, pavarësisht që e dim që si është situata me qeverinë e Kosovës, pra të gjithë janë në detyrë, nuk dihet kush është deputet, kush ministër, kush kryeministër, sidoqoftë kontrata kolektive duhet të trajtohet me prioritet të lartë, me urgjencë nga ana e qeverisë shtetit dhe të mos i vështirësohet jeta e komunave të Republikës Kosovës, sidomos atyre komunave siç jemi ne, sepse 5.880.000 euro sa janë gjithsej deri me tani, 4.780.000 që kemi pagu, të gjitha këto para do të shkonin në investime publike, në subvencionim në format ndryshme të grupeve të interesit dhe jo t'ju merren komunave siç po jo merret deri me tani. Pra, ata kanë mundësi me dhanë përgjigje, edhe si qeveri, pra si Ministria e Financave, sepse edhe duhet të jepet sa më shpejt përgjigje, sepse kemi mbi 130 milion euro, ndoshta kam rrinë tash deri 140 milion euro që jo kanë marrë komunave nga buxhetet e tyre për nevojat të përmbushjes së kontratës kolektive, ndërsa mbi 80 milion euro janë para shtesë që pastaj paguhen përmbaruesit privat e tjera. Pra është kosto e lartë për shtetin, edhe për shtetin dhe për buxhetin e shtetit, e mos flasim domosdoshmë sa e vështirë bëhet kur këto para pastaj u merret komunave që me nxit presin, edhe luftojnë shumë,
e kom ngulin shumë që të marrin sa ma shumë projekte mbështetin nga ona qeverisë Kosovës. Pra, edhe ato projekte që, edhe atë buxhet me cilin po na mbështet sipas ligjit për financat e pushtetit lokal dhe përgjegjësitë që na takojnë si grant, edhe ato kur ti merr shteti atëherë çka po i mbetet komunave. Sidoqoftë, puna nuk është ndalë dhe puna nuk do të ndalë. Mirë, kur po thoni kryetar që puna nuk është ndalë dhe po vazhdon, në fakt gjithë këtë problematik e din qytetarët nga buron, me qenë se ne shpesh nuk dim as ku të ankohemi dhe i vëm gishtin ndoshta edhe personave të gabum kur ngecin punët. Për shembull, dera kryesore është komuna kryetar kur ngecin disa projekte. Janë të vetëdijshëm qytetarët që edhe kontratat kolektive mbaren jo nga komuna, po direkt nga qeveria? Me qenë se jemi komuna ma transparente në Kosovë, kemi performancë të lartë, në gjitha kontaktet dhe komunikimet që kanë qenë në vazhdimësi intenzive me qytetarët, ne ju kemi sqaruar situatën, gjendjen edhe vështirësitë që po na krijon kontrata kolektive. Ata e mirë kuptojnë këtë situatë, sepse ne nuk kemi hezituar që t'i informojmë. Sepse ka ndodhë, ne kemi në komunën tonë që ka ndodhë në të vite, edhe në këtë vetë ka ndodhë që ti e ki lidhë kontratën për mi shpenzu do para për një investim të caktuar dhe pas 2 ditë ti ka marrë thesari. Dhe si me punuaj pa pare? Po. Sa ja ka po që ja ka marrë thesari operatori ekonomik. Pra kemi vështirësi shtesë e cila po na i krijon ekzekutimi ose marrja parave për zbatimin e kontratës kolektive. Pra, unë kam kërkuar mirëkuptimin edhe të mësimdhënësve, edhe të punëtorëve shëndetësor, edhe ju kam thënë botërisht, qartazi që ne jemi për përmbushjen e kontratës kolektive, po na kurseni pak që edhe të bëjmë punë të përbashkët, lobuse, edhe të këmbgullim që këto para ti siguroj buxheti shtetit, jo buxheti i komunave, sepse buxheti i komunave t'ju merret para nga buxheti aktual i komunave është vështirësi, shtesë, edhe është një lloj kërcënimi për komunat, sepse ne kemi parapar bie fjala brenda një viti të kryhen 10 punë, dhe nëse ti ato 10 punë ki parapar mi kry brenda atij viti, 8 ki mujt mi kry, ndoshta 2 s'ki mujt mi kry, ose punët bartën pastaj për vitin vijus, sepse të ka penalizu thesari duke t'i marrë mjetët nga buxheti. Edhe ne i shpjegojmë me terma thjesht, me terma konkret para qytetarëve për vështirësitë të cilat i kemi në raport me kontratën kolektive. Qysh keni arrit kryetar me i menaxhu gjitha këto mjetët që i ka komuna, edhe mi realizu premtimet, mbi 60 premtime thëtë që janë veç shtura... 66 66 i keni realizuar, 7 jeni në proces e sipër. 7 janë gjysmë të përmbushës, gjysmë dhe 9 janë të filluara, që janë proces të përmbushës. Mirë, kërkoj falje, faleminderit. Por, qysh keni arrit me këto mjetë edhe pse nuk keni pas për kraje të mjaftueshme, qysh i keni menaxhu kryetar mjetët e komunës? Ne kemi ndërtu një marrëdhënie të qartë, edhe kultivojmë një marrëdhënie të qartë me qytetarët para së gjithësh, që kemi detyrë, sepse ne jemi në shërbim tyre. Pastaj kemi kriju një marrëdhënie produktive edhe me operatorë ekonomik që kanë kontrata me komunën, dhe ata e kuptojnë që vështirësinë të cilën e kemi ose përballemi për shkak kontratës kolektive. Pra, ka operator që mirë kupton, ka edhe operator që nuk e mirë kupton. Ka operator që tërhiqen? Po, ka edhe operator që tërhiqen edhe detyrohesh sipas procedure me ardhur deri te shkputja e një kontrate të caktuar me marrëveshje të dy palësh dhe shkputet për shkak se ne jemi në situatën kur kanë vështirësi edhe kompanitë private. Pra, sektori privat për shkak se në kohë që kjo klim politike e cila është aktuale, është mbisundon në Republikën e Kosovës, duke që i ka favorizu shumë bizneset. Bizneset janë dëmtuar edhe për shkak të krizës fuqisë punëtore, po edhe për shkak të
se vetëm në komuna ma shumë punohet, në komunat e Republikës Kosovës, edhe nuk mund të jemi krenar kur dinamikat e aktiviteteve të nivelet qendror janë tepër të ulta, pra nuk ka investime publike, sepse ka një ngecje të madhe në harxhimin e paras publike për nevoja të investimeve publike. Dhe kretë kjo u avërsison jetën edhe punën edhe kompanive private. Po ka edhe kompani që po qëndrojnë ma fort, edhe kur ki punë me këto kompani ose me këta operatorë që kanë kontrat me komunë, ata e i kryjnë edhe do punë, spritojnë mi kryj punë dhe tani me presin edhe për para. A e kuptani, pra, në varësisht në çfarë situatë, në çfarë gjendje. Pas ka mirë kuptim edhe Ka dhe bashkëpunim mirë shumë të kuptim mirë. edhe ndërmjet autoritetit kontraktues, kryetarit komunës, ekipit ti dhe operatorëve që kanë kontrat me komunën. Në disa raste kemi kur ata janë të interesuar me shkput kontratën sepse nuk ka financë, nuk ka para. Po kemi edhe raste kur ata kryjnë punë edhe pastaj nuk dëshirojnë me ngarku shtesë, me barë shtesë komunën, për shkak se dojnë me kryj punë edhe gjojnë zgjidhje, po kretë kjo ndikon në dinamikën e aktiviteteve, në ecurinë e punimeve, sepse edhe kur e din ti që një kompani i ka bi fjala 100.000 euro në kod, edhe ka lidh kontrat, ka kry punë, edhe në ditën me djellë, në dritë të djellit ti merë thesari për kontratë kolektive, ai, për ato punë të kryera, duhet me pranu ta bjen situacionin çka ka punu, janë nënshkruan sipas procedurave, edhe ai pret ato të parë. Nëse një muaj e gjysh vonohet, ai ka drejt me të çutë përmbaruesi. Po ka edhe kompani private që kanë, thash, marrëdhënie kontraktuale me komunën tonë që nuk dëshirojnë me ngarku me barë shtesë komunën. Dhe kjo neve pastaj na jep mundësi që të gjejmë modelet përshtatshme të menaxhimit që punë të kryhen sa më shpejt që është e mundur në përputhje me planin dinamik, përputhje me afatet, sepse qytetarit në fund të ditës i intereson sa po mrrim mi kryna detyrat, mi përmbush zotimet, mi realizu prioritetet, mi plotësu sa më shumë që është e mundur nevojat dhe nuk do me ditaj as për thesarin, as për kontratën kolektive. Pra, ne kemi zhvillojmë operacione të veçanta, kemi një komunikim intenziv me gjithë akterët që janë pjesë e procesit, pra marrin pjesë në zhvillimin e gjithëmbashëm të komunës dhe ja kemi marrë edhe dorën, pse jo, kemi edhe një përvojë, kemi edhe besim. Pra, ata e din që kryetari i komunës është njeri adrese sakt, është njeri i përgjegjshëm, lufton për mi të i kalu situatat e vështira, edhe ne jo rrallë dalim edhe triumfus, si në raport me qytetarët, po edhe në raport me detyrat që i ka Republika e Kosovës nivelli qendror ndaj nesh. Kryetar, unë e kuptoj që jemi në kohë fushatë dhe normalisht edhe kundër kandidatët e juj mund të bëjë një fushatë të egër kundër jush. Shpesh janë shpreh që kryetari është shumë i vrazhd dhe nëse dikon e shet të bo fotografi me dikën të partisë tjetër, e thirrë në zyre edhe e pyet ose jep llogari qytetari sepse ka thonë që kundër kandidatët e juaj po thonë që na nuk po guxojna me bo as foto me të tjerët. Cila është përgjigjja juaj, kryetar? E para, unë mund të jem natyrë ndoshta si më ashpër, për shkak se gjatë gjithë jetës nuk që kum pas në kënaqësi, madje me që ta kem një jetë luksoze ose madje... Kemi parasysh edhe të kaluarën tuaj të lavdishme. Edhe si natyrë mirë, po për brenda unë besoj që jam i përfaqësoj një koncept të qartë, jam i arsyeshëm, takoha me njerëz edhe presioni nuk ekziston. Tash fakti që unë i fitoj që disa herë zgjedhjet në komunën Po synoni cilin mandat? Një mandati ndërprer, një mandat gjysmak, është mandati 4 me atë mandatin gjysmak. Edhe fakti që unë kam marrëdhënie kolegiale, marrëdhënie ndërnjerëzore me të gjithë, edhe me kundër kandidat, unë nuk besoj që e jep nëpërmjet angazhimeve të mia ose sjelljeve të mia e jap çat mesazhin e egërsisë ose të frikës. Përkundrazi, të gjitha këto i kam të kaluar në situata kur i kanë të vështira, edhe në qoftë se ne
kemi luftuar dhe njerëzit kanë dhënë jetën që për ta mposhtur frikën, pra njerëzit sot është demokracia dhe njerëzit kanë të drejtë të mendojnë ndryshe, edhe unë nuk e luftoj mendimin ndryshe, e kam personalitetin tim, e kam integritetin tim edhe moral, edhe njerëzor, edhe profesional, e kam një përvojë të begatshme edhe në qeverisje lokale dhe kam po ashtu edhe një përvojë të mirë për një komunikim normal. E nëse fushatën të tjerët e bojnë të egër, atëherë unë do të përpiqem që të jem edhe më i arsyeshëm, po nëse është tepër flitet me pasaktësi ose flitet me të pavërteta ose flitet me tendenca, natyrisht që edhe unë i kam monedat e mia që i përgjigjem varësisht prej situatës. Përndryshe jam njeri i dashur për fëmijë, njeri i dashur për njerëzit që më respektojnë e i respektoj, edhe gjithë jeta ime është punë me njerëz. Dhe unë punoj me njerëz, punoj edhe në zyrë e ma shumë jashtë zyrës, kam kontakte komunikim me gjitha grupet e interesit, me gjitha grup moshat, edhe në qoftë se ndoshta mund të qarkullojnë ndonjë le të themi ndonjë paragjykim që mos takoj sepse ajo është i vrashta, është i ashpëra, reagon, është i tmerrshëm. Na jemi në demokraci, njerëzit kanë drejt me mendu edhe kështu, mirë po plot njerëz më thonë, edhe shumica më thonë që ndoshta ato që ti e paraqet ndonjëherë nga pikpamja e paraqitjeve serioze nuk e reflekton brendia. Pra, unë nga njëherë jam me temperament, sepse është njerëz jemi, mirë po në jetën time unë edhe tash, edhe në qeverisje, kam një komunikim shumë të arsyeshëm edhe shumë produktiv me të gjithë njerëzit pa dallim, sepse dhe përfaqësoj konceptin ti shërbej qytetarëve pa dallim. Madje edhe partitë politike që tash janë fushat, besoj që edhe ato e dinë që çfarë koncepti përfaqësoj, edhe si silem edhe me ta, po edhe me njerëzit që ata i kanë përkrahas. Po, kryetar, ndjes nuk po më kujtohet emri i fshatit për momentin, po e Don Cana që ka rënë për kryetar të Rahovecit ju ka akuzuar drejt për drejt që në një fshat veç 2 familje që janë me Partinë Demokratike të Kosovës nuk është shtruar rruga. Unë nuk i daj as rrugët, as rrugicat, as kanalizimin, as parqet, as shkollat dhe as angazhimet me parti politike si që kanë mundur t'i ndajnë para se t'jem unë në këtë komunën në Rahovec kryetar. Nuk ka të bëj fare me 2 familje e 3, uroj që t'jenë familje pavarësisht çfarë partije i takojnë, ne nuk i marrim, pra ne edhe fitojmë. Edhe në atë fshatin ku janë ato 2 familje, besoj që edhe aty po me fitu. Do të ketë rrugë edhe ato? Po se po, edhe aty ko me fitu gare. Edhe aty keme fitu, do më thonë, e dëncanën keme fitu edhe në fshatin ku? Jo, unë do të fitoj, unë në patë keqen askujt, thash përkrahja ka orë duke u rritur, përkrahja është shumë ma e fuqishme, dhe kjo përkrahja rritet jo me punë, jo pa punë, pra pikrisht me punë, punën nuk e kemi ndalë, puna nuk ndalet, edhe kjo është motoja jonë, dhe besoj që për një muj ditë kërkush zbot këtë orë komunit. Ju thuni, okej, do më thonë puna juaj dhe CV-a juaj e lavdishme që keni për sa vite në komunën e Rahovecit, është fushata më e mirë, besoj, ju që soni ashtu. Mirë kryetar, te Rahoveci na e dim me njarë si të flasim për Rahovecin, këtë Kosova i ka syt nga rrushi Rahovecit. Dhe në kuadrë të kësaj janë zhvillua dhe shumë aktivitetet që ka tërhequr shumë vizitor, jo vetëm nga rrethi jonë, por edhe nga vendet evropiane dhe mëtej. Në këtë pjesë, kryetar, ka diçka që duhet bërë më shumë komuna Rahovecit në mënyrë që Rahoveci të zgjidhet jo vetëm për eventet të ndryshme kulturore, po pse jo të vinë edhe vizitor të pushojnë 2-3 ditë në fundjavë dhe ndoshta t'i kenë kushtet, t'i kenë hotelet, bujtinat e tyre këtu dhe të bëhet një pikë reference turistike në vendin tonë. 11 njësi agroturistike i kemi mbështetur tash me subvencione bile në këtë vit. Agroturizmi ka filluar të hedhë shtat në komunën e Rahovecit, edhe për shkak se komuna Rahovecit është hambar i rrushit, hambar i perimtaris, edhe për shkak të traditës që kanë njerëzit tanë të vyshëm e punëtor, edhe produktet që i kanë shumë cilësore, Rahoveci po bëhet gjithnjë më i vizitueshëm. Ne kemi
prioritet lartë agroturizmin, si një sektor që ka filluar të hedhë shtat e në kodët kësaj, ne kemi edhe një projekt që kemi fillu edhe me ndërtu 3 bujtina, pra sektori publik, 3 bujtina? 3 bujtina fillestare në fshatin Zaçisht, po ashtu i kemi dhënë disa toka komunale në shfrytëzim, i kemi propozu dhe kanë fituar ankondin publik edhe besoj që do të ndodhin gjërat mira edhe për sa i takon zhvillimit agroturizmit me elemente edhe me standarde të reja që tërheqin vëmendjen dhe interesimin e vizitorëve të huaj dhe po ashtu ne përveç tjerash ne 1 milion euro për agroturizm tash që si kemi dhënë 20.000 ka 1.711 njësive krejt aplikuesve, tash për mandatin 4 vjeçare kemi 1 milion euro për agroturizm edhe normalisht ne po e nxitim, po e nxitim gjithnjë më shumë sektorin privat që të ndërtojnë bujtina. Në çfarë forme po e nxitni? Për shembull ata që kanë një kantinë ose një bodrum, ose kanë disa produkte të cilat janë njerëzit i kërkojnë, jo vetëm tregu, por edhe vizitorët ata duhet të sigurojnë vend edhe për ata që vinë këtu, vend për fjetje. Pra, bujtinat mungojnë për momentin në Rahovec, mirë po gjithnjë më shumë po kuptohet edhe ka një angazhim në rritje për ndërtimin e bujtinave edhe nga sektori privat, sepse ne kemi pa edhe me festin e Vjeljes Rrushit, me festivalin, me Hartfestin që njerëzit kanë nevojë me qëndru në Rahovec, me bo gjumin edhe ditën e dytë, edhe ditën e tretë më konë aty. Tash na jemi duke e nxitur, pra jemi duke punuar që sektori privat, për shumë kompanit private, qofshin ato të prodhimit, përpunimit të rrushit, qofshin edhe kompanit tjera të cilat bojnë pjesë në ekspozimin, promovimin, ose që kanë prodhimet cilat i kanë dëshirë mi shiju njerëz, dhe i kërkojnë njerëzit vizitorët e huaj, që të krijojmë sa më shpejt që është e mundur kushte për të mujtur njerëz, për të kaluar natën e ditën në Rahovec, që është deficit pak. Edhe ne tash kemi edhe hotel Parkun dikur, që sa po të përfundojnë zgjedhjet për shkak se janë kaluar, është bërë gati lënda, që të hidhet në ankand publik, edhe besoj që ta kemi edhe një hotel në qytet, jo ato që e kemi sot, e që s'është mo i përshtatshëm për, sepse është ndërpreja e kontratë që ka pas dikush në shfrytëzim, edhe do ta kemi edhe një hotel që do t'i përgjigjet nevojave të zonës, do t'jetë i harmonizuar me sheshin qendror, do t'jetë me materiale që dëshmojnë specifikat e zonës, dhe po ashtu do t'jetë edhe me standarde të larta për ata që dëshirojnë të vizitojnë Rahovecin. Pra, interesimi për rritjen e bujtinave është i madh dhe edhe në Hartfest të gjitha dhomat kanë qenë, ato që kanë qenë të mbushura plot, po edhe këto pushimore që i kanë bërë ose si po i thot populli vikendica, të gjitha ka qenë të mbushura edhe ka fillu pra mu qartësu rruga edhe që kemi përpara dhe detyrat që i vinë edhe sektorit publik, në këtë rast autoriteteve komunale, që të kenë një bashkëpunim edhe më të mirë e më produktiv me sektorin privat, në mënyrë që të rritet numri i bujtinave, jo vetëm për shkak të festës së Vjeljes Rrushit, Hartfestit që është fest tashmë gjigante, domethënë është nga madhështia i ka tejkalu kufejt e Republikës Kosovës, është edhe fest ndërkombëtare, e kur jemi bie fjalat e Hartfestit, 8.200 euro ka qenë mbështetja në 2017, nga atëherë, kur kom ardhur në deri tash, si vjetë është 70.000 euro. Pra, ne e mbështesim direkt me financë festën e Vjeljes Rrushit Hartfesti, edhe kemi ardhur duke rritur nga vitin vit dukshëm mbështetjen financiare. Megjithëse kemi edhe mbështetje tjera që janë logjistike me materiale ndryshme, edhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me drejtorin e festivalit Agron Sokoli, i cili me ekipin e tij, në bashkëpunim me komunën, sepse ky bëhet në patronatin e kryetarit komunës, vërtet numri i vizitorëve, domethënë është
I pa imagjinueshëm, na bën krenar edhe neve po se po. Edhe gjithë Kosovë. Edhe gjithë Kosovë po vinë edhe vizitorë të huaj, ka pas nga Franca, ka pas nga Gjermania, ka pas edhe nga kontinentet ndryshme, të cilat i kanë pa ambasador, organizata, shoqata, familjarë shumë nga trevat shqiptare, nga gjitha trevat shqiptare, sikurse edhe si vjetë ka qenë vërtet i organizuar mirë dhe lajmi më i mirë është që edhe në këtë vit në Hardfest s'ka pas asnjë lloj incidenti. Pra, kjo neve na bën krenar edhe përkushtimi ynë ndaj ngjarjeve që mund të demonstrojnë përkushtimin e njerëzve të Rahovec, qytetarëve të komunës Rahovec që janë qytetarë edhe punëtorë të vyshëm, pra bujq të vyshëm, po edhe qytetarë me tradit, po edhe qytetarë që nuk bojnë probleme, përkundrazi janë, pra nuk ka nevojë, nuk konsumojnë siguri, po prodhojnë siguri edhe për komunat tjera, edhe për shtetin, sepse është vend i qetë, është vend i punës, njerëz punojnë, pra përkrahjen për këto ngjarje, edhe për veprimtarit të cilat bujqëve tanë, fermerëve tanë, pa dhe përkrahja për krijimin e kushteve sa më të favorshme që sa më shumë njerëz ta vizitojnë Rahovecin dhe të qëndrojnë në Rahovec, të shijojnë bukuritë edhe natyrore, po edhe prodhimet tona cilësore që janë prodhime tradicionale, vera, rakia e rrushit, pastaj rrushi, pra rrushi i Tryezës, po edhe perimet, sepse edhe sektorin e përpunimit të perimeve, pra përveç perimet që i kemi kopunohet shumë në prodhimin e specave, trangujve e tjera, po edhe sektori përpunimit, sidomos në Krusht të Madhe, është duke u zhvilluar shumë dhe produktet tona, vera, rakia, rrushi, turshit, ajvari, janë edhe në skajet më të largëta të botës. Po, kemi pa edhe në përpanajiret të ndryshme. Edhe kjo e bën krenar shtetin, pra ne po ju ndihmojmë, madje për të gjithë ata që dojnë me apliku, edhe në Ministritë e Linjës, që hapin thirrje për grante, edhe në Komisionin Evropian, pa edhe të Komuna Rahovecit, ne përveç që i përkrahim drejt për drejt me kapacitetet tona bugjetore, ne hartojmë edhe projekte falas, sepse kemi edhe ekipin e konsulencës, në mënyrë që sa më shumë përfitues të kemi, unë i kom me shënime këtu një raport statistikor, është prej që i kemi angazhu në konsulencën, me hartu projekte falas për bujq, për biznese, pra vlerat janë enorm, ka rritje të përfituesve, numrit përfituesve, për vlera financiare, qoftë nga thirrjet që i kanë lëshu Ministria e Bujqësisë, apo ndonjë ministri tjetër, qoftë edhe thirrjet që i kanë lëshu Komisioni Evropian përmes fondeve tipas. Mund cilësohet kjo edhe si një politikë që mos t'i lëshojmë fshatrat, sidomos rrethinës të Rahovecit, sepse dim që edhe braktisja e fshatrave është një farë trendi, jo vetëm në Kosovë, po në gjitha vendet tjera. Është një politikë e hartuar komunale që ti përkra edhe këta që të mos i lëshojnë fshatrat? Ne kemi jashtëzakonisht veprime të shumta edhe në viset rurale, në për fshatra. Jeta në fshatra ka ndryshuar, është transformuar krejtësisht, mirë po problemi i migrimit të brendshëm, po edhe të jashtëm, ne kemi lëvizje, pra kemi migrim ose braktisje në drejtim Prishtinës, që ose klasin nga brenda, e dikun Prizreni, sepse Prizreni është qytet i madh, po edhe kuptohet kemi migrim edhe të jashtëm për shkak e Gjermania, Zvicra, Italia, Austria, Slovenia, Kroacia, si e gjithë Kosova, fatkeqësisht është e dhimbshme, mirë po qyteti po transformohet çdo ditë dhe po ashtu fshatrat janë në një nivel shumë të kënaqshëm për organizimin e një jete dinjitoze të qytetarëve, të familjeve që jetojnë në komunën tonë. Kryetar, kur jemi tek të rinjt, sidomos tek studentët, ne e dim shpesh si praktik vinë studiojnë Prishtinë dhe shumica mbesin këtu, për shkak që ndoshta mundësia është më e madhe. Komuna juaj kryetar, ka ndonjë mundësi për të rinjt që të kthehen pas studimeve dhe të kontribuojnë në vendin, ka mjaftueshëm punë në gjitha sektoret? Tash, sektori privat, po kom përshtypjen që ende nuk është i shfrytzuar maksimalisht nga të rinjt, sepse pra mund të... Ka vendet e lira të punës, më shumë se sa... Sidomos sektori privat tash
kanë nevojë shumë për punonjëstëri, për hapin shpesh konkurse, thirrje etj. Ne, të them të drejtën, sektori publik është më ngufatur, sepse ka kuota, ka dihet sa mundesh me pranu në sektorin publik, si në arsim, si në shëndetësi, si në administrat. Pra, pavarësisht e ka një përpjekje, e cila tash është më zbet, që të orientohen njerëz nga sektori publik. Sepse ndoshta sektori publik ka një përshtypje që sektori publik është më i sigurt, ka një garanci më të madhe. Për dhe sektori privat, në Rahovec, shumë kompani personalisht që kanë krijuar kushte të favorshme që punëtori mundi i trajtuar mirë, i paguar mirë dhe me benefitet cilat nuk i ka sektori publik. Pra, me sigurime shëndetësore, mos flasim për pagesë trustit pensional, me shpenzimet udhëtimit, pastaj me shpenzimet ushqimit dhe me një orar të caktuar të punës. Pra, sektori privat po lëshon shtat, edhe po konsolidohet gjithnjë më shumë dhe ne jemi që ta forcojmë marrëdhënien tonë edhe të kemi politika sa më të favorshme për zhvillimin, për fuqizimin dhe shtrirjen e sektorit privat si një burim i pashtershëm i zhvillimit gjithëmbashëm ekonomik dhe po ashtu si një burim edhe i mirëqenies ekonomiko-sociale për të qytetarëve tanë. Mendoj që ne kemi një marrëdhënie të mirë me sektorin privat, po ashtu për studentët. Ne po provojmë që kemi një edukim të hershëm, të qartë për karrierë. Pra cilat profile do t'i merë ma shumë tregu i punës. I keni arrit një studim t'ilë Po, se ku ka nevojë më vazhdimisht shumë? analiza, Ku ju marrëm shpia ekspertizë. analiza? Ku ju shpia analiza më shumë? Dhe për shembull unë do të kisha tërhequr vëmendjen që më pak këto shkencat shoqërore të orientohen studentët. Po në shkenca natyrore, për shembull, nëse ne do të kemi inxhinier të mirë, nëse do të kemi teknolog të mirë, nëse do të kemi po ashtu do të kemi drejtimeve teknike, atëherë tregu i punës ka nevojë për këta kuadro. Madje, nëse kemi edhe nxënës të shkollave të mesme që diplomojnë nëpër fushë vëmendari që janë specifike, atëherë i gjithë tregu i sektori privat në Rahovec ka treg të mjaftueshëm për t'i përfshirë këta punëtorë. Pra, do të kisha bërë thirrje që studentët më shumë të orientohen në drejtime natyrore, pra të cilat, sepse edhe mundësia pastaj për t'u përfshirë në punësim, edhe për të siguruar ekzistencën, po edhe për të ndërtuar një jetë, ai dhe familja ti është më e madhe se son drejtime shoqërore. Për shembull, ne nuk duhet të shkojmë shumë tash ka juridiku, nuk duhet të shkojmë shumë bie fjala ka ekonomiku, po ka drejtime të cilat, për shembull, unë i bëj thirrje qytetarëve të Rahovecit që ta kenë më shumë interesim për të regjistruar në Fakultetin e Bujqësisë. Në dek që i ka sektori i bujqësisë, po edhe në sektor që lidhen me zinxhirin e bujqësisë, sepse Rahoveci megjithatë vazhdon të mbetet si një komunë që ka bëhet shumë punë, derdhet shumë mundje djerës për në bujqësi. Edhe një numër i madh i njerëzve punojnë në bujqësi, po edhe në sektorin e industrisë, për shembull, na kemi të zhvilluar jashtëzakonisht mirë këtë sektorin e pajisjeve industrisë për për ndërtimin ose produktet që janë për industri ushqimore, për shembull enëve nga inoksi, pastaj programeve, ka shumë programe që ka tregu i punës po i lë, për shembull, si me osa termosistemin, këmbëste e ngrohjese, të ftohjese, ka shumë programe, edhe frigostari, edhe osa termosistemi, pastaj masat plastike të ne janë zhvilluara shumë. Sikur se janë edhe disa vëmendari të cilat mund të tërheqin edhe ankohen ata që s'po kanë kuadër, s'po kanë profesionist. Ne ju kemi dhënë studentëve bursa, e kemi rrit numrin e bursistëve, studentëve kuptohet që i kanë plotësuar kriteret, po kemi fillu edhe të nxënësit të shkollave të mesme ju dhënë bursa. Për shkak se po dona përmes politikave
kuptohet... Që sa ka fillu kjo shkollave të mesme? Që viti 3. Viti 3. Viti 3, do të vazhdohet, sepse kjo po e ndihmon, jo vetëm me kriju një marrëdhënie me autoritetet komunale, me komunën, po edhe ata duhet po e përjetojnë, po e ndjenë si dorë të zgjatur. Komunën e Rahovesit, edhe kjo me siguri më të madhe ka me ndiku, që edhe më orientu ma drejt në karrierë, edhe me vazhdu angazhimin edhe në studime, për shembull këta nxënës të shkollat mesme, edhe me zell ato drejtimet cilat janë më të mira, më të përshtatshme për të përfshirë në tregun e punës, po edhe gjithsesi ata e dinë që Komuna e Rahovesit, për shembull si vjet 203 bursa për student i kemi dhënë vetëm si vjet, ndërsa diku 50 është numri i nxënësve të shkollave të mesme që janë përfitues të bursave po ashtu nga Komuna e Rahovesit. Kjo nuk është pak për një komunë si që jemi ne, kjo nuk është pak për një komunë që i merren parat nga thesari për zbatimin e kontratës kolektive, dhe nuk do tjetë edhe më shumë, një përkrahje edhe më direkte, edhe sigurisht që do të kemi edhe drejtimet specifike të cilat ka nevojë tregu i punës, që ne do të përpiqemi përmes politikave komunale të orientojmë edhe nxënësit e shkollave të mesme, po edhe studentët për mandatin 4 vjeçar. Që ticim veç edhe pak se na ka kalu koha, po i kam edhe disa çështje që po domin diskutu me juve, është fshatrat e Rahovecit, ku çka keni bo konkretisht për këto 4 vite, sidomos në Krushën e Lavdishme, që gjithë shkojnë dhe e vizitojnë, po sa të shkojnë në Rahovec, përgjithësi kjo është pika kryesore edhe tek fshatrat, se çka ka bo kryetari që të marrë përsëri votën e tyre? Për shembull, Muzeu i Masakrës në Krushë të Madhe është investim direkt i komunës së Rahovecit, është i vetmi muze në Kosovë. Është pas kompleksit memorial Adem Jashari, edhe ndonjë muzeu tjetër, ky numri vizitorëve është aq i madh në këtë muze, ku dora e komunës vazhdon të jetë e zgjatur, ne kemi një Ciceron aty, që e trajton komuna dhe shteti s'ka mrej me kur gjën këtë drejtim. Ne aty i kemi investu mjete financiare edhe në ndërtim, po edhe tash janë 200 intervista ku ka marrë pjesë edhe Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina, Ambasada Amerikane, Ministria e Kulturës në realizim në atyre intervistave që janë rrëfimet gojore të mbijetuarve të masakrës në Krushë të Madhe. Është një muze që po vizitohet, edhe për ditë e më shumë ai po merr formën, ose le të themi po ngritet në një nivel shumë të lartë, edhe kjo është një punë që ne edhe në këtë formë ne kemi dashur me tregu që në Krushë të Madhe, duke i dëgjuar ato rrëfime gojore, ato intervista, ne dëshmojmë se aty ka ndodhur gjenocid, krimi i madh ndaj njerëzimit, dhe janë 241 qytetarë që vetëm Krushë të Madhe me mysafirë që janë masakruar, janë djeg, ka ende të pagjetur. E kemi muzeun Ukshin Hoti, jam krenar. Edhe kompleksin muzeor Ukshin Hoti, edhe fazën e dytë e përfundimtare, i tëri është bërë me mjetet komunës Rahovesit. Pra me buxhet komunës Rahovesit është muze, po ashtu i vizitueshëm, madje i vizituar shumë edhe nga niveli qendror e as pak i përkrahur nga niveli qendror. E kemi Baramzuri ka lënë në Krushë të Madhe, muzeun e Baramzurit në Krushë të Madhe. Përveç investimeve të tjera në infrastrukturë publike, në ndryshim publik, në rrugë fushore, edhe në plot aspekte Komuna e Rahovesit, edhe po ashtu e ka bërë edhe aneksin e ansamblit që si vjet i mbush 50 vjet, ansamblit Bajramcuri. Pra ka kriju kushte për ansamblin Bajramcuri, që është me tradit, e ka bërë edhe këto. Ka bërë edhe plot veprime të tjera, të cilat besoj që qytetarët e Krushës e dinë edhe për kushtimin e kryetarit komunës, edhe të ekipit tij, edhe kemi një komunikim jashtëzakonisht mirë me ta, edhe besoj që edhe përkrahja ashtu siç nuk ka munguar e krushjanëve për Smajl Latifin, nuk do të mungoj as tash, për shkak se gati është vendbanimi i dytë Krusha për mua, edhe pse unë jetoj ende me qira në Rahovec, në qytet. Unë jam i pranishëm shumë në Krushë, në çdo marr pjesë në dhimbje, në çdo ngjarje,
sikur se marrin pjesë edhe me investime publike të cilat janë të shumta në Krusht Madhe. Që është e mundur një kryetar që synon mandatin e 4 me jetu ende me qëra? Është e mundur sepse unë kam shtëpinë e babës që e kam ende gjallë, ka 87 vjetë, kam një dhomë atje, po për me qenë ma afër qytetarëve të Rahovecit, ma afër qendrës komunale, unë vazhdoj që 14 vjetë, 15 vjetë jetaj me qira. Po kryetari besoj që ka pare me bleni shpinë Rahovec në qytet? Po nuk kam, unë jam interesuar, dhe më thënë, kemi kontraktuar një banes nga kursimet që jam ka vite, ende s'janë kriju kushtet, pa ende pajanesja kemi e kom bo një kontrat edhe shpresojmë ka dalal mos po mrejmë deri të në një ditë të caktuar me pas një banes. Timen. Edhe nuk e fshej, e kam deklaruar në Agjencinë Antikorrupsion, s'ka në mirë, po pse jetoj me qira, edhe sot e din edhe qytetarët e Rahovecit, edhe të komunës Rahovecit, po edhe qytetarët e Kosovës, sepse nuk është dëshira jam të potencoj, sepse ndoshta nuk e dija është për krenaria, është për çka, po unë e kam emrin, edhe kam identitetin tim, edhe deri me tani besoj që gabime kam shumë, si çdo njeri tjetër, si çdo autoritet tjetër, mirë po jo gabime që i kanë kushtuar interesit përgjithshëm, interesit publik, që i kanë kushtuar popullit tonë, as popullit Rahovecit dhe rrethinës Rahovecit. Interesant kjo. Ka shumë gjana për me diskutu për Rahovecin dhe fshatat e Rahovecit kryetar, për me qenë se kohën e kemi të lëmitum, do doja shumë me qenë se jemi në ngjarjen e Hagës, ju e kaluara juaj dhe kontributi që keni bërë për vendin tonë të është më dihet dhe është e lavdishme. Qysh e shiri gjithë këtë proces kryetari, sidomos tashmë me dëshminë që ka nisur prej dje dhe po vazhdon tash sot edhe nesër do të vazhdoj? Ne shpresojmë që duhet merr epilog sa më shpejt që është e mundur. Ata njerëz atje po mbahen padrejtisht me akuzat të stisura, të shpifura. Ndonjëherë kemi të drejtë me mendu, edhe jo vetëm me mendu, po edhe me besu që janë kuzhina e Beogradit, ato është interes vetëm i Serbisë që të ketë një edhe vonesa, edhe gjykim, po edhe një farë bojnë edhe ata përpjekje shumë të mëdha që mundësisht të dënohen njerëzit e UÇK-s, edhe të dënohet edhe kauza për shkak ka luftu ushtria qendrore e Kosovës, po besoj që këto dëshmitë e fundit do të kontribuojnë që epilogu të jetë i qartë, ashtu siç besoj, nuk ka faje ushtria qendrore e Kosovës dhe nuk kanë faj ata që sot përballen me akuza të rëna, pa baza, të stisura nga qarqet të cilat nuk ja dojnë të mirën Kosovës. Unë besoj në pavajsinë e tyre, edhe jo vetëm tash, kam besuar edhe më herët. Është gjykatë që po i trajton vetëm shqiptarët, edhe po mundohet me gjetë me nxjerrë dhjam prej pleshtit, me siguri këto e dinë edhe ata që po dëshmojnë këto ditë, edhe po vazhdojnë me dëshmitë e tyre. Ushtria qendrore e Kosovës është emblem e lirisë Kosovës. Ushtria qendrore e Kosovës ka përfaqësuar një koncept të qartë në rrugën e lirisë dhe ka demonstruar vullnet të hekurt edhe të jashtëzakonshëm që bashkë me mendimin e forcave të NATO-s, udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne sot t'i gëzojmë frytet e lirisë, madje edhe ta kemi një mekanizëm që quhet shtet, Republika e Kosovës, e cila do të bën përpjekje që ta konsolidoj pozitën e vetë, jo shërbej qytetarëve të vetë sa më shumë që është e mundur. Këto produkte që ne pas një shekulli kemi fitu, liria në qershor të vitit 1999, pavarësia në shkurt, me 17 shkurt të vitit 2008, duhet t'i çmojmë, t'i respektojmë, punojmë për to, edhe natyrisht që gjykata ka deviju tërësisht nga misioni dhe unë besoj në drejtësi, mirë po drejtësia e cila është paraqitur nga ona e dhomave të specializuara deri më tani, nuk po besoj që mund të cilësohet drejtësi. Po edhe drejtësia e vonuar, sepse 5 vjetë u bon edhe s'ka asnjë provë konkrete, nuk është drejtësi. Unë po besoj që këta që po dëshmojnë, do të dëshmojnë me radhë nga
diplomate, njerëz zyrtarë të Departamentit Shtetit dikur, të Shtetit Bashkuar të Amerikës e të tjerë, kanë me kontribu që të zbardhet tërësisht papajësia e krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe të demantohet gjithë këto akuzat të shpifura, akuzat të rana, të pa baza. Unë mendoj që gjykatë speciale duhet me pas Serbia dhe jo Kosova. Kam qenë kundër gjykatës speciale, jam kundër, edhe besoj që ne duhet jemi të vëmendshëm se gjithë këto investime, gjak, muni, djerës, i derdhur për lirinë e Kosovës, duhet ta kuptojmë një herë e mirë që dikush ka interes, ndoshta, armisht e Kosovës kanë interes me shkaktu një lloj përmbysje, pra kthimin në pikën zero. Ajo është e pamundur dhe ne, pavarësisht që ata kanë tendenca, ne duhet t'ia vojmë vërtet pamundur gjithë atyre që mendojnë që unë po mendoj kështu. Nuk bëhet fjalë për individ tuçekës. Fare nuk është më rëndësi në këtë studio t'i përmendim emrat aty se gjithë i dim kush janë. Mirë po, ndërmarrja e përbashkët kriminale është akuzë, thyrje për gjithë ata që ishin pjesë UÇK-s, e kanë ndihmuar UÇK-n, që është populli ynë, populli, jo vetëm populli i Kosovës, por shqiptarët kudo që madje edhe për ata që kanë marrë pjesë në betejën, në luftën tonë për liri që janë ndërkombëtarë që i kanë varrezat në koshare, ka francez, ka italian. Pra, është një ndërmarrje përbashkët qeveritare ushtria qeveritare e Kosovës. Madje është një ndërmarrje përbashkët edhe mbrojtëse ushtria qeveritare e Kosovës, e në këtë ndërmarrje kanë marrë pjesë edhe NATO-ja, përmes bombardimeve nga ajri për 78 ditë, edhe mbi çet ndërmarrje të përbashkët. Ne sot e gëzojmë lirinë, brezat ta gëzojnë lirinë, sot e kemi pavarësinë, e kemi shtetin, ndoshta në të ardhmen do ta kemi edhe bashkimin kombëtar me siguri, sepse urojmë kryetar. Në fund 3 zotimet kryesore që do t'i kemi nga kryetari i ardhshëm i Rahovecit, meqense ju plan programin tashmë veç e keni të larmeshëm. E keni këtu? Po, e kam këtu. E keni këtu me veti? Po. Mundemi edhe me pa, për cilat janë 3 zotimet kryesore që do të fokusuani për sa ta merrni mandatin e 4-të? Bujqësia do të jetë prioritet i lartë dhe kemi disa zotime për se si do të mbështetet bujqësia dhe bujqit tonë nga komuna Rahovecit. Bujqësia? Bujqësia, prioritet i lartë. I lartë. Mjedisi, prioritet i lartë. Po? Kuptohet, prioritet i lartë është edhe infrastruktura në përgjithësi, modernizimi, përmirësimet, avancimet. Edhe në fshatra? Po mirë është gjendja, po ne po flasim tash për të që ato 2 familje kryetar nuk është mirë gjendja. Nuk e di cili fshat ka. Do t'a gjej Amrin, edhe do t'a dërgoj përmes... Edhe ato 2 familjen tash du të me këshëra, është pronë private, unë i respektoj, është pronë publike, çka po të dojnë. Infrastruktura e treta, e treta, infrastruktura publike në përgjithësi, shëndetësia, arsimimi, për kujdesja sociale, rinia, kultura, sporti. Pra ne do të dëshmojmë, jo vetëm vazhdimsinë që do të arrujmë, po do të kemi një impakt edhe më të madh, edhe inputet të tjera për sa i takon këtyre fushërimtarive kryesore që i japin një mundësi që komuna Rahovecit edhe më tej të avancojë në zhvillimin e gjithëmbarshëm që është përgjegjësia e sektorit të qeverisjes lokale. Po. Jeni gjendje mi auru kushdo kryetar që fiton në Rahovec publikisht kryetar? Po, besoj që kanë më auru edhe ata se unë... Po ju, jeni në gjendje t'ja auroni? Absolutisht, po. Gjithçysh? Ne, projekti jonë do të fitoj, për shkak se ka përkraje të gjerë nga qytetarët dhe besoj që kjo është arsyeja për çka po flasim. Ne besoj që 12 tetori do të vjen edhe qytetarët kanë arsye të fortë me vazhdu me punë të mira, me punë që nuk i ndalem dhe nuk do të ndalem. Natyrisht që unë i auroj sepse gara është garë, dikush humb e dikush fiton. Ne do ta fitojmë garën pa të keqen e askujt, mendimin e qytetarëve të komunës së Rahovecit që kanë drejt votë dhe do të votojnë me 12 tetor. Kryetar, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe që ndatë gjithë këto që keni bërë për 4 vite dhe ato që presni të realizoni, suksese në garën tuaj. Faleminderit shumë për mundësinë dhe po punojmë që ta përmbyllim me sukses
me një fitore të pastër me 12 tetor. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, kaq nga pjesa e parë e emisionit tonë, do të kthehemi vetëm pas pak. Qëndroni me ne.